hedhesh buterin fillimisht, apo? Po. Dhe pastaj puri. Derisa të shkrihet edhe mandej filloj me gatuar me derisa puri. shkrihet buteri, është shumë e rëndësishme me ditë prindrit që fëmijët mësojnë edhe shprehi që i përmende të cilat janë të nevojshme ti njohim, siç është gatimi, hekurosja, larja, inve, rrobave, çdo gjë tjetër. Këto mësohen qysh në klasat Përkat se çdo vit shtohen edhe kompletohen me plan programe që i përkasin moshës. Është plan zgjedhore mësosja shem kjo, apo e kanë obligative? Jo, është plan obligative prej klasë. Në vërtet e kanë prej fillimit që në klasën e parë derisa me mësusën parë, kur fillojnë hapa që ndanë të arsimtar përkac, atëherë i mësojnë prej pjesëve njohurive me kuzhinën, me frigoriferin, me si duhet madje t'i organizojmë, si duhet shikojmë afatin e produkteve, që ata mos të blejnë gjërat që zakonisht blejmë na, por ajo e cila është ma afër afatit, ta vendosim ma përpara që të kemi mundësi edhe ta ruajmë buxhetin e shtëpisë, por edhe t'i kemi gjithherë gjërat e gatshme. E freskëta dhe të gatshme. Pasi që të shkryhet vendosim purinin. Purinin, për krejt ata që e dojnë purinin, opcionale është mundën edhe... Ka mundësi edhe qepa, mirë po derisa gatuhet, vetëm shia mbetet jashtëzakonisht e mirë prej puri, po mundet edhe me qep, por si mas opcionale mundet edhe pa, ka dikush që nuk e pëlqen purinin. Nuk e pëlqen, por... Megjithse unë vazhdoj me menu që purini kur gatuhet është shumë ma i shishëm se qepa. Shumë i shishëm. Se kur është i pa gatuar e ka iren shumë Unë e kam edhe receta jashtëzakonisht shëndetshme edhe me sallatat të ndryshme me pure, që kanë vlerat të mëdha ushqyse dhe marrin vitamina dhe i konsumojmë. Diçka që ka met prej kohësh, jo purini nuk është farti. Me të vërtet unë e gatuj në supa, në salata, në pite ma. Burin e kam shumë arakle. Okej, na mundohemi me ujtë pak grumave, po prapë se prapë është pjesë e traditës tonë dhe është pjesa ma e shishme e tavëllimit shqiptare. Është një pjesë që gjithçka lejohet kur është me mas. Gjithçka që e teprojnë... Kjo është të keq jam se si ashtë me pitës që kur janë nisë. Jo mundesh, e mandej mësohesh edhe... Nashta pajtohet bashkëshorti që është maragli i pitës. As pajtohet, e hanë vesh një copi mjafton aljo me te. Unë kur daj me hangër pite, thama, e prisha dietën, po vazhdoj. 3 copa. Po mos e praktikoni të shtëpia këto dashur me